situacion? Po, ka ndodhur një zjarr në Mbram rreth orës 1 po duket. Edhe ka ardhur deri te dëmtimi i trafos atje mbrapa, që është mbrapa murit. Është djegur trafoja, ka ardhur zjarr fiks, mirë po për shkak zjarrit të madh e ka dëmtuar një trafo që është në stand-by, si rezervë. Momentalisht në minier ka mbetur 18 punëtor, të disa janë të smur, disa janë pak më të mëshuar, s'ka mujt me dalë prej minierës. Tani është riparuar që linja me furnizim me rrymë, është bërë një bypass. Është duke riparuar një linjë tjetër që mundson dërgimin e energjisë elektrike në minier, edhe mandena mundën i aftësue ashensorin për mi nxjerr këta punëtorë. Sipas informata që i kam, 2 vetë janë nuk janë mirë me shëndet, po jo diçka seriozisht. Ekipi i shpëtimit është në stand-by. Ne kemi ekipin e shpëtimit, edhe ata i dërgojnë edhe ushqime, po që se ka nevojë të intervenojnë. Deri tash nuk u pa nevojshme që ka pas nevojë për intervenim, po jemi në kontakt me ta, jemi në lidhje telefonike me ta. Kanë mbetur 18 që janë për horizonte të ndryshme. Dalje emergjente. Dalje emergjente kanë edhe për çdo rast se kemi daljen emergjente, ata që kanë qenë në shëndet mirë kanë dalë të gjatë. Janë disa ekipe na kanë dalë ndihmë, edhe disa ekipe në si Kitsi apo edhe kompani të tjera, ka raste edhe private. Normal menaxhmenti ka thirrë edhe ekipin e shpëtimit, i cili është në gjendje gatishmëri në çdo moment. Momentin që e shet arsyeshme që duhet me u fut në minier, është jemi furnizuar me gjëra ushqimore, me borna, për që dalë ndihmë sipas nevojës së minatorëve. Jo, nuk është paraqitur lëndime, përveç lodhje fizike sepse është e mundimshme me dalë nga thellësia 800 metra dhe në shkallë vertikale. Edhe ka dhe përbën edhe një rrezik shtese e dalje dhe është stresuese, përveç ngarkesa fizike lodhjeve këto. Mirë, po nuk është që dikush ka paraqit përveç lodhjeve fizike, ndoshta shtangim muskujve këto, po na është çim tjetër.